Festimet për titullin kampion të Liverpoolit u kthyen në një kaos mbrëmjen e së hënës, kur një makinë u përplas me turmën në qendër të qytetit, duke lënë 47 persona të plagosur mes tyre dhe 4 fëmijë. Incidenti ndodhi rreth orës 18 në Water Street, në qendër të qytetit, teksa turma po shpërndahej nga parada festive. Sipas dëshmitarëve okular, një Ford Galaxy me ngjyrë gri të errët hyri papritur në rrugën e mbyllur dhe u përplas me qindra njerëz, përpara se të ndalohej pas një distance rreth 20 metër. Policia e Merseyside konfirmoi arrestimin në vend të një 53 vjeçari britanik nga zona e Liverpoolit, i cili dyshohet të ketë qenë drejtuesi i automjetit. Autoritetet njoftuan se incidenti nuk po trajtohet si lidhur me terrorizmin dhe nuk ka të dyshuar të tjerë. Sipas shërbimit të ambulancës, 27 persona u dërguan në spital, ndërsa 20 të tjerë u trajtuan në vendngjarje. 2 persona, përfshirë një fëmijë, kanë përsuar lëndime serioze. Ekipet e zjarfiksëve raportuan se 4 persona ishin bllokuar nën automjet, përfshirë edhe një fëmijë, por u liruan pas ndërhyrjes së shpejtë. Pamjet nga vendngjarja tregon njerëz të traumatizuar, të mbështjellë me batanie, ndërsa të tjerë ndihmonin të plagosurit në mes të rrugës. Dëshmitarët përshkruan skena kaotike dhe paniku masiv, duke menduar fillimisht se mund të ishte një sulm terrorist. Dëshmitarët raportuan panik dhe skema rënqëllëse me njerëz të shtrirë në tokë, duke kërkuar ndihmë. Tifozët e zemëruar u përpoqën të sulmonin makinën dhe më pas policia ndërhyri për të siguruar vendin dhe ndalimin e të dyshuarit. Policia e Merseyside ka bërë thirrje për qetësi dhe bashkëpunim me hetimet, duke kërkuar që qytetarët të mos shpërndajnë pamjet e incidentit në rrjetet sociale, por të dërgojnë ato direkt te autoritetet përmes kontakteve zyrtare. Ngjarja ka hedhur një hije të rëndë mbi festimet që mblodhën rreth 500.000 njerëz në rrugët e Liverpoolit për të festuar triumfin e klubit të zemrës së tyre.